ngjarjes, jo as e shëndetit mendor, është e feminizmi. Po e ka rrem, atë të shëndetit mendor e ka rrem, maksimum. Ish banori Big Brother VIP 4 Gjibani ishte i ftuar në emisionin Ndryshe ku ka folur për shumë diskutime. Një nga këto ngjarje është rifutja e Eglit në shtëpi. Në lidhje me marrëdhënien e saj me Gjestin, Gjibani u shpreh: "Është e shkolluar, është e artikuluar, i ka të gjitha të mirat. Me Eglin e vetmja gjë që ta merr informacionin, si çdo lojtar tjetër, ta kthen kundër, të përflet e të gjitha këto gjërat dhe për Gjestin ndryshoi komplet 360 gradë drejtim, se ishte parimore e drejtë e barabartë. Pastaj kur erdhi Gjesti dhe i tha: "Hajde ti godasi me çfarë të kemi mundësi në moral, në gjumë." Egli ndryshoi. Kjo është e gjitha mbi Eglin. I pyetur se pse ka këtë pasion për të folur për Eglin, ndryshe nga herët e tjera, Gjibani u përgjigj: "Jo, nuk e kam për Eglin, nuk po flas për të. Thjesht unë e di që Egli është në dashuri. Ato të shëndetit mendor e ka gënjeshtër. Është avokatja e djallit. Jo tani se po ndryshon, por me Gjestin ishte avokatja e djallit."